Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga pagjumësia, pini vetëm një filxhan nga kjo pije dhe do flini si qingj. Nuk ka gjë më të keqe se sa të përpiqesh të flesh dhe të mos ja dalësh pasi ndiheni të stresuar, por para se të merrni ndonjë lloj medikamenti, duhet të dini që ekziston një pije me 2 përbërës që përdoruesi thonë se është shumë efikase. Shpikja e cila garanton një gjumë të qetë përbëhet nga magnezi dhe shafrani i Indis. Ajo çfarë bën kaq efektive këtë pije është fakti që magnezi, një mineral i cili ndihmon kockat, shëndetin, nervat dhe funksionimin e muskujve, luan një rol kyç në mënyrën se si ne flem. Nga ana tjetër, sipas revistës The Sleep Doctor, njerëzit të cilët kanë nivele të ulta të magnezit shpesh përjetojnë një gjumë me shqetësime, dhe mungesa e këtij minerali shpesh konsiderohet si shkak për pagjumësinë tek disa persona. Mbajtja e niveleve të shëndetshme të magnezit shpesh çon në një gjumë akoma edhe më të thellë dhe më të shëndetshëm. Magnezi gjithashtu luan një rol në gjumin e thellë duke mbajtur nivele tepër të shëndetshme të aminoacideve të cilat stimulojnë gjumin. Qumshti i bajames, i cili është i pasur me magnez i shoqëruar me shafran indie, ndihmon jo vetëm për një gjumë më të shpejtë, por edhe për përmirësimin e gjendjes tuaj emocionale. Stresi i përditshëm ka ndikim në orën dhe në cilësinë e gjumit. Nga ana tjetër, pagjumësia mundet që të shkaktojë probleme tepër serioze në shëndet. Ndaj, orët e pushimit të natës duhet që të kthehen në prioritet për çdo i cili ka orë të lodhshme pune. Ata të cilët kanë probleme me pagjumësinë mund të provojnë çajin me banane të ziera. Bananet së bashku me lëkurën e tyre janë të larta në magnez dhe në kalium. Magnezi është jashtëzakonisht i dobishëm në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe siguron qetësi. Siguroni të përdorni 100% banane organike të cilat janë të pastra nga kimikate dhe pesticidet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe një shkop kanellë. Përgatitja: së pari prisni skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të valuar, së bashku me lëvoshkën. Lëreni të vlojë për 10 minuta dhe pastaj kalojeni në kulles. Shtoni pak kanellë dhe pijeni përpara se të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur mund ta përdorni edhe për të përgatitur një ëmbëlsirë të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë shumë e mirë për të trajtuar problemet e gjumit. Ajo është plotësisht e natyrshme, e sigurt dhe e dobishme. Shumë persona të cilët kanë çrregullime me gjumin dhe kokën në jastëk e vendosin pas konsumimit të tabletave dhe preparateve të ndryshme të mjekësisë industriale, tashmë nuk kanë nevojë që ta sulmojnë shëndetin e tyre me helme, pasi vjen një përzierje natyrale e cila garanton edhe një gjumë të qetë. Është fjala për përzierjen e qumshtit me mjalt. Pagjumësia mundet që të shërohet përmes rrugëve natyrale pa përdorur as edhe një lloj tablete. Gjithashtu duhet të keni parasysh se një gotë qumësht të nxehtë dhe mjalt është receta ideale, dhe nëse para gjumit ndjeni uri, më së miri do të ishte që të hani disa ushqime të cilat janë të pasura me karbohidrate siç janë buka integrale, produkte nga mielli apo farëra të cilat ju mundet që t'i kombinoni me mish gjeli, tun dhe kos. Personat të cilët lëngojnë nga çrregullimet e gjumit do të duhet që gjatë kohës së fundit të ditës të shmangin djathtrat e fortë, peshkun e thatë të kriposur apo të konservuar, sallamin, mishin e thatë, lakrën e thartë, trangujt e konservuar, ullinë, çokoladën dhe gjithashtu spinaqin.
Ushqimet e përmendura përmbajnë tiramin, molekull e cila stimulon lirimin e norepinefrinës, stimuluesin e trurit I cili ne na mban në zgjuar. Kafeja dhe alkooli nuk është e nevojshme as që të përmenden. Në vend të antidepresivëve dhe gjërave ndihmëse për gjumë, ndryshimi I kombinimit të ushqimit tek koha e fundit, si për shembull darka, do të ndikonte tërësisht pozitivisht në kualitetin e gjumit. Borziloku dhe sherebela ndikojnë krejtësisht ndryshe nga melmesat e tjera dhe kanë një ndikim të butë dhe qetësues. Këto janë pije të cilat do t'ju ndihmojnë ju që të flini më mirë. Qumshti I ngrohtë. Qumshti I ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan I cili rrit serotoninën në tru, një substancë e cila na jep ndjenja lumturie dhe mirëqënieje. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo nuk është elbësore pasi është e aftë të zgjojë gjumë për ata të cilët vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji I mentes. Gjithashtu edhe çaji I mentes ofron lehtësim të dhimbjeve të stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore dhe duke çliruar muskujt. Mentja gjithashtu zvogëlon intensitetin e tyre duke I lejuar trupit tuaj që të pushojë siç duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim tepër të rëndësishëm I cili ju mban nën stres, ky çaj është një opsion I shkëlqyer për të marrë parasysh. Lëngu I qershisë. Lëngu I qershisë, si qumshti, përmban triptofan, prandaj ai mundet që të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar më tej cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng, nga ana tjetër, është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar njëkohësisht që të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë duke siguruar më shumë orë pushim gjatë natës. Qumësht kokosi. Qumshti I arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale të cilat janë të afta të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë një gjumë të mirë. Përveç kësaj zvogëlon presionin e gjakut dhe ëndjen në veshka. Falsasisë së madhe të elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe njëkohësisht të relaksohet. Smoothie banane me qumësht bajame. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofan përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka një efekt qetësues që funksionon në mënyrë integrale dhe zvogëlon gjithashtu stresin fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve e mbush stomakun dhe çon në një ndjenjë të ngopjes, gjë e cila rrit dëshirën për të fjetur. Çaji I shil është I pasur me antioksidant dhe është një pije për të marrë parasysh për çdo kohë të ditës. Sidoqoftë, kur bëhet fjalë për gjumin, çaji I shil me dekafeinat është alternativa më e mirë. Ai përmban teanin, e cila promovon relaksim dhe lëshimin e stresit fizik, duke ju ndihmuar të keni një gjumë të gjatë dhe të qetë të natës. Qumësht bajame. Bajamet janë të ngarkuara me gjithçka që trupi ka nevojë për të marrë një gjumë të thellë. E pasur me magnez, qumshti I bajames ka provuar që të jetë efektiv, sidomos kur bëhet fjalë për promovimin e gjumit për shkak të efektivitetit të këtij minerali. Si qumshti I lopës, qumshti I bajames ka triptofan dhe fal kësaj trupi mundet që të prodhojë melatonin. Ky hormon gjithashtu është thelbësor edhe për të rregulluar oraret e gjumit dhe kjo është arsyeja pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur siç duhet. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos I përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.